Unë shtoj shumë pak disa mendimi që më kanë mbritur në temin telefoni personal, kur them telefoni personal, zërë se më mbrini edhe në kompjuter numrin tim personal, apo edhe në rrjetet sociale, por ka mënyra të tjera për të bërë pjesë të programit dhe këtë gjithmonë e them për temën e ditës se ju vetëm si ju duket vendimi i qeverisë për të mbyllur për një vit TikTokun. Ilia Kokthim shkruan: Mirëmëngjes, thot, mbyllja e TikTokut është një veprim i nxituar, thot, sigurisht që ka nevojë për filtra. Unë jam përdorues i tij, ndërsa veprimet e Saliut janë politike, është kohë e fushatës edhe mendon se do të marrë ndonjë votë të përshëndes. Pra zotëria edhe përdorues edhe është vendim i nxituar, thot, pak a shumë kundër. Muhamet Keci shkruan apo Keçi: Mirëmëngjes Andi, thot, mbyllja e TikTokut nuk është politike, thot, por unë mendoj se shumë fëmijë po e përdorin për gjëra të dobta, por shohim sot, thot, se ka forma më të mira, për shembull bisedohet gjatë gjerë me fëmijët, të ketë gjëra që ata nuk duhet i shohin. Këtë duhet ta bëjnë në familje, thot, nëna, babai, vëllezërit, motrat. Sot po kalojmë në një kohë apo në një periudhë tjetër, duhet shumë kujdes dhe detyrë më të madhe ka familja. Besoj që nuk do të jetë një mbyllje e gjatë. Për një vit është njoftuar, ndërsa zotria nga Shkodra më shkruan: Andi si jeni, shoku Andi si jeni, nuk jam dakord thot që të mbyllet TikToku, ose të mbyllet thot mbasi të mbyllet ky TikToku shqiptar Edi Rama, ku ka ma TikTok se Rama, thot, e pranoj edhe djetët që ka pas foto nudo, madje kur është publiku fotoja i është shtu mbështetja, thot, ha, pse kështu janë shqiptarë, thot, djeni një mesazh lexove që PD ka fut në koalicion Partinë Komuniste dhe ti nuk të gjë, thot, a mund të na tregosh listën e partive të koalicionit dhe të shohim, thot, unë e di, nuk ekziston një gjë e tillë, thot, i bëj thirrje shqiptarëve të votojnë Sali Berishën, PD-n edhe koalicionin e tyne, thot, Shkodrani, mesazh dërgues. Mirëmëngjes, ka dhe një merak tjetër, se thash unë që të mundohemi të menaxhojmë kohën, merakun e ka që e ke menaxhuar mirë kohën e telefonatës fundit, sepse u zgjat pak zonja. Po tani menaxhim është, e diçka më pak, diçka më shumë menaxhim është. Po zonja dëshiron dhe që t'jep të mendimin e saj deri në fund. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Tuaj shnet e urime për emisionin. Të falenderoj për telefonatën e ju dëgjoj me vëmendje. Nes nga Trapoja. Ju dëgjoj. I hen radhë për uroj tonë besimtarët musliman gëzuar këtë muaj të Amazonit. Po. Uroj edhe gjithë besimtarët katolik gëzuar muajin e Krezmeve edhe gëzuar Pashtën e Krishtit. Ka jo munduar që të kapën linje e sun kena komunikuar bashkë pika e para një ditë zë respekt që musliman dhe katolik janë njerëzit më të pranueshëm, më të besueshëm dhe shoqëria më e mirë në të Ballkanin në Shqipëri. Edhe uroj mirësi katolikëve dhe muslimanëve për këtë pjesë. Pjesa e dytë, uroj 7-8 marsin gëzuar mësuesat e nënat shqiptare. Pjesa e tretë, me qenë se më dha këtë mundësi, unë do të them një fjalë. Sa për TikTokun, ajo mbyll për jetë. Sa për pjesën e kryeministit tonë që doli edhe sot, Nuda, u dëtoj këtë fjallë për atë burë. Ai burë në Trokun ta marrin mas zgjedhjeve, i thomë na malsojt Trapojan, kumorën, kur e bom kumorë, i thomë famull që i rrujmë na, e kena besimtar, sa i pushe, ai të rrujnë në Trokun, e ta marrin në Trokun të shtëpia, se Kuks, Tërpoj, Laç Vaudens e përpjet në Trokun nuk ekziston. Ai të marrin në Trokun, e të rrujnë në Trokun. Unë përshnes për kohën si më dhe e shumë respekt se gazetare e mirë. Faleminderit, përshëndes për telefonatën. Nuk e se po shoh në fakt, po shoh, ka komunist tek koalicioni i Partisë Demokratike. Tani nuk di, sepse ishte interpretim i gazetave, unë mund t'i bëjmë di emrat e gjitha forcave politike, po do të marrim kohë. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Alianca e Maqedonësve, Partia Rruga e Vërtet Shqiptare, Partia për Europianizim dhe Integrim, Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve, kjo është e Jeni Sherit,
Balli Kombëtar Demokrat, Bashkim Liberal, Frymë e Re, Kristian Demokrat, Lidhje Demokristiane, Ora e Shqipërisë, Bashkim Demokrat Shqiptar, Lëvizje Legalitetit, pra okej, këtu zogist apo monarkist, Partia Personave të Kufizuar, Alianca Ekologjike, Sazangurit, Alianca Kombëtare, Gjetë Ndoje, Emigracioni, Partia Kombëtare Konservatore, Albania, Kujtim Gjuzit, edhe ato forcat e tjera, le themi, tradicionale të Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirëmëngjes. Në kas ka komunist, unë lexova gazetën, tani se nuk po du t'i shohim edhe me vëmendje, po emrat e partive këto janë. Përshëndetje, zonjë. Po përshëndetje, Andi, po ku je, more? Po ku jam unë, po unë mirë keq këtu jam për ditë. Ju ku keni qenë, zonjë? Na keni munguar. Unë këtu jam, në punë edhe në ke parë. Si e më shëndet njërë, si e më shëndet? Po nja shumë e halë jemi, po mirë. Po shqyr që për gjithë shme mirë. Më thuaj të dëgjoj. Jo, të dëgjoj. Mos më ndërprit. Jo, dëgjoj. Për saj përket kësi TikTokut, mirë është që të mbyllet. Dhe i bajthiri ati veriorit, zotit ish kriministrit i bajthiri që të shkoje mirë me këto që vendosin gjëra të rregullta. Se ajo është një gjë që vendoset për të gjithë mirën e fëmijëve të Shqipërisë. Se kanë met fëmija me TikTokun në dorë gjithë ditën, prim mëngjes deri në darkë. Jo vetëm fëmija, po edhe vajza e gra e burra e krejt me TikTok janë marrë. Kishte një studim që edhe moshe madhe ishte varur nga rrjetet sociale. A për të larguar vetmina, ku dëgjon, po ishte një studim që edhe moshe madhe me rrjetet sociale. Të gjithat punë bojnë, të tërë. Po i ka fajet ajo kila që na i ka prukë. Edhe unë po fjas dhe për i diçka tjetër. Ju dëgjoj. Të më pranosh deri në fund. Po tjetër. Ju baj thirrje këtyre spakut, i baj thirrje këti spakut që ta liroja atë kretarin e bashkisë. Në qoftë se ai ka bo godina jashtë planit, letja sekuestrojnë. Po mos salon në burg se është gjyna. Gjithë jemteri janë në burg për barë, për drogë dhe për gjëra që nuk duhet të jenë. I baj thirrje spakut që për në burg le të jenë ato që vrasin, ato që presin, ato që trasojnë, po jo se bëre një godin u bo kiameti. Ai që punon dhe do të hajë. Edhe diçka për ta mbyllur me që s'ka më kohë për momentin? Keni diçka për ta mbyllur? Për ta mbyllur kam kaq që Shqipërinë e shkatroj demokracia pik. Unë demokrate jam, e flakët kam qenë, edhe kohës parë edhe kohës dytë. Po Shqipërinë e shkatroj 90-ta. Me vjerë shumë keq, u prish ushtri, u prish rëmare, u prish gjithë shka, u prish gjithë vendi punës, si ku gjithë rinia në la vetëm të shria. Ajde, qau nëna, paç. Qau, të falenderoj shumë, përshëndes edhe i lumtur që u riktheve në program.